Përshëndetje miqtë e emisionit Glamur, ja ku po ritakohemi në terminin tuaj të zakonshëm, e diel në ora 20. Emisioni Glamur është një emision ku gjithmonë sjell në hapësirat e veta artistë dhe ardashës të cilët kanë një vend të çmuar në kulturën tonë. Mirë po, emisioni Glamur gjithmonë do të jetë edhe një dritare për të gjitha ata artistë të rinj, të cilët duan që të tregojnë edhe punën e palodhshme, mirë për kushtimin e tyre në art. Kështu do t'jetë edhe mysafirja e ime të cilën do e kemi në studio sonte. Unë propozoj që të ndjekim siglën për të kuptuar më tepër për profilin e saj. Arbina Emini është një artiste e re nga Tetova, e cila me ekspozitën e saj personale, Tradita në Telajo, sjell një udhëtim përmes trashëgimisë kulturore shqiptare, duke interpretuar në mënyrë moderne dhe emocionale. Nëpërmjet ngjyrave, motiveve dhe figurave të ndërtuara me ndjeshmëri, ajo përpiqet të ruajë kujtesën kolektive, por edhe ta shndrojë atë në një formë bashkëkohore që flet me gjuhën e sotme të artit. Përveç krijimtarisë personale, Arbina në vitin 2024 ka qenë pjesë e shoqatës Vizion M në Tetov, ku gjatë atij viti ka udhëhequr një kurs për vizatim për nxënësit e shkollave fillore. Ky projekt kishte për qëllim zhvillimin dhe kreativitetin e imagjinatës të fëmijëve, duke i mësuar ata se arti është një mënyrë e bukur për të shprehur veten dhe për të kuptuar botën që i rrethon. Arbina beson se kontakti me artin që në fëmijëri ndihmon në formimin e personalitetit, në ndërtimin e vetbesimit dhe në aftësitë për të menduar lirshëm. Në çdo hap të punës së saj, ajo e sheh artin si një lidhje shpirtërore midis brezave, traditës dhe emocioneve njerëzore. Me ekspozitën Tradita në Telajo, ajo dëshmon se trashëgimia nuk është diçka që i përket vetëm të kaluarës, por një frymë që mund të marrë jetë të re në duart e një artisti të ri me vizion dhe pasion. Arbina Zemër Urdhno, faleminderit shumë që erdhe në studio për të më nderuar studion dhe për të më nderuar bisedën. Faleminderit ulën në kultukun tënd. Dhe do flasim për një gjë të bukur e cila ka ndodhur, një ngjarje e bukur e cila ka ndodhur në Tetov, ekspozita jote, një ekspozitë shumë domethënë se dhe shumë e bukur. Si e pritën dhe si e pritë edhe ti këtë ekspozitë? Vërtet, fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën, për mua është kënaqësi. Atëherë sa i përket ekspozitës, realisht ka qenë shumë e veçantë, edhe sepse ka qenë ekspozita ime e parë, po për mua patjetër shumë e veçantë, po edhe nga feedbacku që ka marrë, besoj se edhe njerëzit e kanë pritur shumë mirë, sepse ka marrë shumë komplimente të ndryshme nga profesorët, ajo që është më e rëndësishme, apo normal edhe nga njerëzit. Po, sigurisht edhe vlerësimi i profesorëve është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Ata të cilët e kuptojnë artin dhe të cilët ata mund ta gjejnë atë temën të cilën ti ke dashur me shpreh, mirë po edhe vizitorët e thjeshtë dhe të rëndomt. Ne që kënaqemi kur shohim pikturat bukura, është një privilegj edhe një ndjenjë shumë e bukur kur i pëlqejnë pikturat e tyre. Është shumë e vërtetë sepse ndoshta ne që jemi pjesë asaj bote e artit, ne ndoshta shikojmë edhe me atë syrin kritik. Ta gjejmë gabimin, ku është mirë, ku është përdor ngjyra e duhur, ku jo. Kurse njerëzit, domethënë, shikuesit ato shikojnë me një sy tjetër. E shikojnë me shpirt. Çfarë ndjenjë ju ngjall. Në art, ndjenja është gjithçka. Në qoftë se ti ju ke ngjallë një ndjenjë pozitive. Unë e them gjithmonë, në qoftë se paktën arrit u asgjë një kujtim nga e kaluara, sepse ne jemi të gjithë të lidhur me traditën, fakti pamohshëm, atëherë qëllimi është arrit, ajo është kryesorja. Sigurisht kjo ishte edhe ideja, cila ishte ideja, është pyetja mirë, po me siguri ka qenë edhe kjo ajo ideja fillestare që ti e ke filluar këtë ekspozitë, këto punime të bukura. Gjatë punimit, domethënë ideja
ka qenë fillimisht unë që e vogël e kam da shumë traditën, më pëlqejnë, më mendoj se është shumë e pasur. Po. Domethënë, ta mendosh është një vend i vogël me territor, por e shikon është shumë e pasur si në lëvizje. Domethënë, ta mendosh se cila krahin ka vallën e vet, që e përfaqëson. Ka veshjen e vet, veshje shumë pasura me ornamente, simbole, punime. Edhe ato kur nëse hym ta diskutojmë punimi i dorës që është punu nga gratë më parë, ajo është art në vete, po ajo nuk ka diskutim, por edhe njëkohësisht gjatë punimit të ekspozitës, ideja edhe ka qenë që ta jap një mesazh që trashëgimia nuk ka nevojë që të qëndroj ose të duket si një kujtim i largët. Mund ta sjellim edhe në ditët e sotme, sidomos me metodat e reja, që është nëpërmjet artit, besoj, ta përfshish në artin bashkohor. Në këtë mënyrë edhe e bën më tërheqëse edhe për të rinjt, sepse gjithmonë më shumë shkojnë drejt globalizmit, po besoj që ajo është rrënja jonë dhe rrënjët nuk duhet harrohen kurrë. Ngjyrat kur i shohim pikturat janë shumë të lehta dhe shumë bukur vërehen. Me siguri është teknika e vajit e kombinuar. E kombinuar. Më trego pak më tepër lidhje me. Atëherë unë personalisht fillimisht e kam këtë mënyrë, me laps normal, jap vetëm një formë kështu si vendosje. E përdor akrilin që ta jap një bazë. Por besoj se këto vallet, sidomos veshjet, pjesa e ndriçimit, vaji ka një efekt tjetër. Po, patjetër. Shkryrja e vajit gjithmonë është shumë të jep pak më shumë mund. Të mundon pak më shumë sepse për t'i rrëdhë një stres, duhet kalon një kohë gjatë, duhet presish pak të thahet që të mund të punojsh, ama rezultati del më i bukur sepse shkëlqimin që ta jep vaji është diçka tjetër. Diçka tjetër. Padyshim. Këto veshje të cilat ti ke pikturuar, nga cila krahin vinë apo nuk ka një krahin? I kam përfshi gati gjitha. Gjitha. Po. Më shumë, të gëmë me sinqert, më shumë nga Shqipëria, po e kam përfshi edhe Rrugovën, edhe dhe më thonë një mund duhet i përfshi gjithë. Më shumë Ljaramani ka të veshjet, përgjithsisht e burrat janë e njëjta, nuk është se ka shumë ndryshim të veshjet. Dhe më thonë ka një kostum, një, të themi më e vogël numri kostumeve, gratë është pak më ndryshe. Po, e pa që dominon ngjyra e verdhë dhe e kuqe. A ka ndonjë mesazh apo ndonjë simbol, një simbolik të veçantë që ke dashur ta fusish edhe me këto ngjyra, sepse sigurisht që arti i ka ato simbolikat e veta, qëllimin e vet, mesazhin që e përcjell. A kanë këto ngjyra ndonjë mesazh? Kanë. Kuqe e verdha edhe bluja e kom përfshi. Tash do i tregoj të treja sepse. Mu këto dyja më ranë në sy sepse ndoshta edhe i dua shumë. I kom përfshi me një qëllim, atëherë jo mundu pak ta bëj edhe si aspekt gjinor. Domethënë, nëse e shofish gjithë linjën e pikturave, pikërisht ato tre ngjyra bin sy. Blun e kam përfshi më shumë për ta dëshmuar pjesën mashkullore. E kuqja përveç se është dëshmia e aspektit femëror, kam desha përfshi edhe si gjakut, domethënë që na përfaqëson ritmi. Jemi edhe si popull jemi gjak nxehtë, shumë e vërtet. Edhe kam dashur ta përfshi si ritmi i gjakut, kurse e verdhën është diçka si dritë ose si rilindje, pa marrë parasysh gjithë vojtjeve si popull. Është diçka për tu admiruar se gjithmonë kemi ditur të rilindemi. Për mua gjithmonë e verdha ka simbolizuar rilindje, dritë. Atë ndjesi më ka dhënë që e vogël edhe verdhën e pëlqej shumë si ngjyrë. Edhe unë e dua ngjyrën e verdhë tepër. Nuk e di, edhe sikur lulzon bota prap, kur ta kujton verën, ka diçka hare kam për brenda. Mu më thonë është ngjyrë e xhelozisë, unë kam thënë disa herë, mirë po unë e dua shumë ngjyrën e verdhë sepse sigurisht më jep një qetësi shpirtërore. Edhe mu njëjtë. E dua shumë ngjyrën e verdhë. Mu më jep ngrohtësi. E verdha veçanërisht për ngjyrat tjera më jep ngrohtësi. Deri tani nuk kam hasur në dikë që e pëlqen ngjyrën e verdhë. Vërtet? Po. Unë e pëlqej shumë. Kështu që në të gjitha pikturat e tua vërehet një valle. A është një valle konkrete që ke dashur me shpreh? Të secila do të thonë kam përfshi shumë valle, kam përfshi vallen e Tiranës, Tropojës, Rrugovës, vallen e Matit, shumë. Gati se jam mundu t'i përfshi gjitha krahinat, por përgjithësi jam mundu që ta kap një lëvizje që është më karakteristike për atë valle. Qoftë ajo te burrat apo te gratë, nuk ka lidhje, por diçka që është më që e përfaqëson më së denjë ata. Më simbolike. Më simbolike. Pse ke zgjedhur këto ngjyra, këtë teknikë për realizim? E thamë që është një ndryshe ta jep atë ngjyrat e vajit ndryshe ta japin ndjesin kur veç më përfundojnë. Mirë po, kam pa që ti punon edhe murale, kam hyrë në profilin tënd dhe kam pa që punon edhe murale. Cila është teknika që ty
të shkon më tepër për shpirtin? Unë e kam përdor ekspresionizmin. Pse se si që thash edhe më parë, idenë, qëllimin që e kam pas gjatë punimit të këtij cikli, ka qenë që ta sjelli, domethënë traditën si diçka të re. Mos ngjelet si një kujtim e haruar. Mendoj se ekspresionizmi ta jep sa më mirë, ta jep mundësinë për ta shpreh këtë gjë. Domethënë unë nuk kam sjell forma konkrete. Diçka ti themi shabllon. E kam marrë, e kam nxjerr, po e kam përpunuar nëpërmjet ngjyrës, nëpërmjet lëvizjes, toneve. Domethënë nuk ka ti diçka konkrete, unë i kam përzit ngjyrat. Po forma, domethënë dallohet ajo që është. Ekspresionizëm, që ta përshtatje edhe me, domethënë me artin bashkëkohor, apo ti themi artin e sot. Që të ketë një frymim. Një frymim. Kjo është ndoshta edhe përjetimi yt mes traditës dhe artit modern. Si e shoh ti, janë në kontrast apo janë në harmoni me njëra tjetrën? Unë mendoj se kur nëse arrim ta përdorim siç duhet, ta shfrytëzojmë siç duhet, unë mendoj se janë në një harmoni perfekte. Patjetër se mund të funksionojnë, sepse ajo është rënja e kaluara. Edhe ti nëse e gjen atë, si themi, mesin e art, ajo mund dalë një kombinim shumë i bukur. Sidomos e shohim në ditët e sotme, e shfrytëzohet, nuk e di, e vëreni ka një ringritje të traditës. Të traditës, po edhe në muzikë, edhe në veshje, edhe në muzikë, e kam përfshi shumë, duke e shemi të muzika, kam përfshi tingujt të reja, me stilat e rej, po teksti ose diçka, domethënë me traditën. Kjo tregon se edhe dalin hite, edhe në art, janë bërë shumë kombinime. Unë shoh, ka shumë artistë talentuar nga Kosova, nga Shqipëria, ka pafund, që kanë arrit ta bëjnë këto, edhe kjo është dëshmia më e mirë, se është, domethënë, bëhet edhe atë në mënyrë shumë të bukur. Shumë të bukur. Po. Arbina, përveç krijimtarisë tënde personale, ti ke qenë edhe pjesë e shoqatës për kulturë, Vizion M, ku nxënësit e shkollave fillore ju ke ndihmuar që ta kapin penën dhe të vizatojnë dhe të shprehin atë veten e tyre. Si mendon, sa e rëndësishme është edhe për fëmijët që të miren me artin? Realisht është shumë e rëndësishme. Fatkeqësisht te ne nuk i jepet ajo rëndësia e duhur, por nuk e kuptojnë se nuk është thjesht një vizatim. Ti e shikon ndonjëherë edhe te prindit, vizatim s'ka lidhje. Por është shumë e rëndësishme sepse nëpërmjet vizatimit me të vërtet fëmia e shpreh botën e vet. Po. Vizatimi jep shumë mundësi. Edhe në aspektin psikologjik, edhe psikologët kur mundon të kuptojnë diçka, të çojnë ta bësh një vizatim. Pse? Se domethënë është një metodë shumë e mirë për ta dhënë ti botën e brendshme. Ajo puna ime që e kam bërë me fëmijët e shkollës fillore, ajo për mua ka qenë një kënaqësi e veçantë. Sidomos ne filloi si një ide, vitin e parë ishim vetëm me vizatim. Edhe pat një numër të konsiderueshëm fëmijësh, okay, deri 20-30, po dakord. Vitin tjetër i kaloi pritshmërit, u bënën 70, nuk kishim vazhdonin aplikimet, po nuk kishim më vend, edhe ambienti ishte aq, ka qenë një ndër eksperiencat realisht më të mira. Fëmijët janë dashuri. Unë kaloj shumë mirë me fëmijët. Po e kam pas sepse e keni realizuar së bashku edhe 2 ekspozita apo një ekspozitë? Në 2024 i kam pa ato dëshmi, mirë po e mora vesh edhe kuptova që edhe në vitin 2023 është bë kjo ekspozit kolektive për fëmijët. Si mendon që e kam përjetuar ata fëmijët këtë ekspozitë, sepse pa shumë fytyra të lumtura? Shumë. Realisht unë e shifja edhe nga feedbacku edhe fëmijët, akoma edhe sot kur takojnë në rrugë, vrapojnë të më përqafojnë. Edhe secili fëmijë që e kam takuar ma ka bërë pyetjen, a do e bëjmë prapë vitin tjetër, a do bëhet, e presin me padurim. Edhe kanë kaluar shumë mirë. U pëlqen ta e mënyra si vepronin me ngjyrat, me diçka u tregon, po edhe është pak mirë ti lësh të lirë. Se deri në një moshë nuk është se mund t'ju bësh shumë presion, se ti nuk është patjetër të veproje me rregulla, se ndoshta edhe u humbat shpirtin në momentin që bën presion. Po. Momenti që i kam lënë të lirë, besoj se kanë dalë vizatimet më të bukura, sepse ato nuk ka nevojë t'ju sqaroj askush. Po, e kanë atë botën e vetë edhe atë imagjinatën e vetë. Në një moshë më të rritur, patjetër se duhet edhe ti fillosh të mësosh disa rregulla, po ajo periudhë është delikate edhe besoj se mjafton ti lësh të lirë, disa sqarime të vogla, të thjeshta, kanë qenë domethënë për mua kënaqësi e veçantë, edhe ato kanë kaluar shumë mirë. A pati një nxënës që ndoshta i dallove mënyrën, dashurinë, diçka që dikë e bëri pak më të veçantë nga kjo eksperiencë? Disa. Po, ndoshta nuk është mirë të themi. Jo, nuk është e mirë për ta përmendur, me për çka të bëni më shumë përshtypje. Mënyra e të shprehurit, ngjyrat të cilat i përzgjedhin. 3 ose 4 mund t'i them, sidomos e një vajzë. Realisht
shiheshte se nuk kur niste puna, nuk merrte me asnjë gjë. Se kishte fëmijë komunikonin, e bënte me aq pasion, kokën poshtë, as nuk e ngritte kokën, as në pushim nuk dilte. Ama te vizatimi shikoj që se e ka bërë me zemër, me vërtet me ndjenjë. Virës mund të themi sikur një nivel i një të rrituri. Edhe e kupton ti sa i fëmijë ka shumë botë brenda. Nëpërmjet shumë, do të thënë, janë shumë faktorë që e bëjnë të dallohet. Janë fëmijë të veçantë, disa vërrehen. Po, është bukur që një artiste vëren atë shpirtin artistik, sidomos të fëmijët, ata janë më të dashurit tanë që duam ne t'i shohim sa më mirë. Edhe pse jo, arti është një mënyrë për të vetë e the edhe ti se është një mënyrë për ta çliruar shpirtin, edhe psikologët e vërejnë se nëse ka një problem shpirtëror edhe nëpërmjet vizatimit dhe artit. Biseduam në pikat shkurta për ekspozitën, sepse nga fotografitë të cilët i pash që kishte qenë mjaft e vizituar dhe mjaft e pëlqyer. Çfarë ka bërë ty përshtypje në lidhje me ekspozitën më tepër? Të them të drejtën, nuk prita se do kesa shumë vizitor, sepse është ekspozita ime e parë, normal. Ti më shumë njëhesh nga familjarët, okej, po ka pas edhe shumë fytyra që nuk i njihja, domethënë vetëm se e kishin dëgjuar, edhe mendoj se kam goditur edhe me zgjedhjen e temës. Po. Sepse edhe tema, edhe unë pak luftova, ti themi, për ta marrë në nëntor. E kam pas shumë të rëndësishme, që kur ma dha... Po përputhet me nëntorin, edhe tema, edhe piktura, edhe gjithë që e ke punuar. Pa tjetër, dhe besoj se ka qenë si një ogur i mbari hapjose këtij muaji, që është muaj festash për ne. Do më thënë që kur e fitova nga ministria, do më thënë më përzjoda për ta mbajtë ekspozitën personale, edhe thash në fillim e dua nëntorin. Nëntorin, nuk marrë muj tjetër. Po përshtatet me nëntorin, prandaj. Pikërisht, sepse përshtatet me temën time, po pjesa më rëndësishme e ekspozitës besoj ka qenë feedbacku edhe shifja fytyra të lumtura edhe që vinin më thonin piktura shumë të veçanta. Shumë të veçanta. Tepër të veçanta mua ka bërë përshtypje pjesa e figurat nuk kanë fytyra, nuk kanë gjymtyr, i kanë, po nuk i kanë shumë të theksuara. Si arritë dhe pse e bëre këtë? Sepse po ti jepja portret, mendoj, ose theksime, si që thashe dhe më parë, do duke si shablon. Diçka e përsëritur, e marë, fix. Unë kam dashur ta sjell në mënyrë moderne. Më shumë kam dashur të bjen sy lëvizjet, edhe besoj me këtë ja kam arrit. Po ja dhe edhe portretin, ajo pak nuk është fix qëllimi, sepse ti thëmi përqendrimi shpërndahet. Dikush të analizon edhe portretin. Si nuk ka qenë qëllimi të portreti hiç. Kam dashur, thjesht diku kam përfshi edhe, ti themi në një mënyrë kam arrit ta përfshi edhe muzikën, ose folklorin, ti themi komplet. Realisht në çdo valle e ke përfshi edhe folklorin. Po, sepse domethënë përderisa janë në ritëm me vallëzimi, domethënë ka edhe muzikë aty. Po edhe instrumente kam përfshi diku te diçka, e domethënë ti jetë gjithë përfshirëse. Se në fillim isha ndyshimat, ja vendoj. Kjo është, unë e kam pas edhe temën e diplomës, por e kam pat valltarët. Këtu thash pritë sikur bëj padrejtësi. Se si janë vetëm valltarët, është edhe muzika, veshjet, ornamentet, simbolet, edhe e lash tradit më mirë, tradit në telajo, ma gjithë përfshirëse. Sa të deshe ta realizojsh, ti realizojsh gjithë këto piktura, sepse goxha punë. Goxha. Po diku të 8 ose 9 muaj, punë intensive, çdo ditë. Punë intensive. Po, çdo ditë. Sepse siç ju thash, kam punu edhe me vaj, pjesën kryesore. Dhe më thënë akrilin unë e jap vetëm si një bazë, po tjetra vazhdon me vaj. E ti për të vazhdu, për të punu, një stres do të presish pak të thahet, sepse vjen një moment që nuk ka efekt. Për të përmirësuar diçka do të presish pak të thahet. Po mënyrën e punës unë e kam ndërkohë. Për shembull i kam katër i kam bogati, punoj të njëra e lë, e marr tjetrën. Kjo ta jep pak edhe atë, t'jep më shumë përparësi se në momentin kur merresh me këtë pikturën, kjo tjetra pushon, kthehesh edhe e shef ku ka gabime. Ku ka gabime. Po. Kur fokusohet shumë është shumë problem të shohësh gabimet. Duhet një kohë gjatë. Kritik është mjaft i rënd për ta bind veten. Jo, mirë është për ta shoh, ndoshta është edhe kjo. Unë akoma s'jam e fitur. Jam shumë autokritike. Asnjëherë nuk jam e kënaqur. Ama është shumë bukur, edhe kjo pjesë është shumë e bukur. Po, besoj se po kjo çon përparosh, do themi. Po që jemi të kënaqur atëherë kemi ngel aty ku jemi. Ku jemi. Po. A kishe një pikë referencë ose dikush që të referonte në lidhje me temën që e përzgjodhe, apo me mënyrën se si e duke punuar, apo gjithçka ishte ajo frymëzimi dhe ideja personale, autoriale e jotja?
ideja kështu edhe dëshira ka qenë e imja. Si temë mund të them, unë e kam filluar që vitin e tretë në universitet. E doja, por nuk isha e sigurt ta mund ta bëj. E kam filluar grafik. Skicat e para i kam me tush. Shumë kam skica në shtëpi. Edhe aty isha në dyshim, thasha ta filloj temën e diplomës me këtë. A do mund t'ja dalë se t'jemi sinqert, figuracioni është pak më linjat më të vështira. Më të vështira, po. Se do të thënë, o del o s'del. Duhet ja për sakt. O shumë i vështirë figuracioni. Edhe nuk isha e sigurt ajo mjaftush me e mirë për këtë, po profesori pikturës, profesor Melika Arslani, i cili ka qenë një ndër mbështetësit më të mëdhej. Edhe ka qenë shumë profesor i mirë. Vazhdimisht më ka motivu, më thoje okej, mundet, se ti si studente i ke dyshimet e vetë, ati akoma fillimet e tua. Po profesori vazhdimisht më thote shumë mirësh, jo vazhdo, nuk është problem, mund ta bësh edhe në ekspresionizëm mirësh. Kur thot profesor, edhe profesori është kritik. Mirësh. Po, kur thot profesori mirësh, atëherë thuj ka diçka, nëse më ka thënë profesor Meliku është mirë, atëherë është mirë, në rregull. Pos asaj galerie të arteve që e realizoj ekspozitën tënde, a do t'jesh pjesë aktiviteteve tjera të galerisë, apo pjesë aktiviteteve të shoqatës, aktiviteteve tjera të artit, personale, apo edhe me shoqate, me fëmijët të cilët, sigurisht ata nëse përjetojnë një herë, duan që gjithmonë të ketë përjetime të ngjashme të pikturës, të punuarit e kështu me radhë. Po, patjetër, aktualisht jam në shoqatë. Dhe më thënë, me këta më të rriturit, me ciklin e lartë, e kemi vjetare, tash e kemi bërë, sepse pati shumë sukses edhe thirrën prap ta pajtohesh, ta vazhdojmë tash për mu kënaqësia më e madhe. Me këto është pak më nivel profesional, di themi, sepse janë cikli lartë, edhe normal këto janë më serios, nuk flasin, janë përqendruar në punë. Kurse me më të vogli, dhe më thënë edhe me ciklin e ulët, kjo është verore. Edhe besoj se po, se më thanë, dhe më thënë udhëhecit, ka qenë shumë e suksesshme edhe organizojmë për vitin verën e ardhshme të bëjë diçka edhe më e madhe. Edhe besoj se po do vazhdoje. Ma merr mendja se do kthehet në traditë, sepse jemi duke marrë feedback shumë pozitiv. Kurse sa i përket për galerinë, patjetër se po. Kjo është vetëm fillimi. Unë e dua edhe jashtë. Po. Po. Do e ke planifikuar apo e ke menduar që me këtë ekspozitë të shkosh jashtë, sepse është sigurisht një mënyrë shumë e mirë për ta paraqitur traditën, kulturën tonë, edhe në nivele europiane apo në nivele tjera botërore, ku gjithmonë tradita, gjithmonë ajo gjëja, identiteti i një populli intereson edhe më tepër, e sidomos arti është mënyra më e bukur për ta shprehur atë. A ke planifikuar që të thosh me ekspozitën? Them të drejtën, kam shumë dëshirë, por njëherë për njëherë, pasi që thashun, kultura jonë është shumë e pasur dhe mendoj se është e denjë për edhe shumë më shumë. Unë dua njëherë nga kjo temë, dua të stopoj njëherë. Mos të shikoj pikturat një pes muj. Edhe të kthehem të shikoj tash me një sy kritik, sepse unë i kam pa shumë sa që ka disa gjëra që ti nuk i vëren dot. Edhe me këtë temë dua të vazhdoj, po ndoshta jo në një të ardhme të afërt. Ndoshta edhe piktura tjera në një nivel më tjetër, por që e ka mëndër edhe jashtë me këto piktura, po, me këtë linjë. Po. Cili është plani? Me çka do të vazhdosh? Do të talash pikturën? Jo. Domethënë për ekspozita në botë, në qytete ndryshme, po. Të vizitosh ekspozita dhe sigurisht vizita edhe të krijon eksperiencë edhe më tepër. Po. Planifikon të bësh një tjetër ekspozitë, diçka tjetër të marrësh në dorë? Po, tashi e kam Jo, për një muaj e kam staku trunin, vetëm për një muaj. Pas një muaj, pastaj kam plane tjera, du diçka edhe kam mendu, po nuk e ditë të shafim. Filloj të punoj edhe për ilustrime, diçka për fëmijët, njëjtë ka të bëje me fëmijët, me traditën, po që ta sjell pak edhe te bota e fëmijëve. Ta shafim, shpresoj të rezultojë suksesshme edhe ajo. Planet bukura. Plane ka, po. Po, kur ka plane dhe kur ka dëshirë dhe dashuri, gjithmonë realizohet gjërat. Realizohen këtë vit apo vitin tjetër, ose një vit që është koha më e përshtatshme për të realizuar, gjithmonë bëhet një gjë e bukur, dhe e mirë menduar, dhe e menduar për të mirën tënde dhe të gjithë atyre që e ndjekin rrugën. Për këto punë të mëdha, unë jam me mendimin se nuk duhet ngutesh. Jo. Edhe nuk ngutem. Ka kohë, s'na ngut askush. Më ngadalë, më mirë, domethënë tjetër ka një vlerësi, mendoj, edhe ti merresh ndryshe, për atë nuk du të caktoj diçka do e bëj, dhe bëj t'i ja vetes presion, arti s'do presion. Po.
do ta bësh me qetë, me qetësi, me dashuri, me ndjenjë, kur e ndjen. Sepse ka momente kur e nxjerr pikturë, kur e bën ka pikturë që është bërë për 2 ditë, ka pikturë që nuk është bërë për 3 muaj. Po. Nuk të vjen. Po dhe është edhe mënyra se si të vjen në shpirt për ta realizu. A mendon që tradita në telajo është një referencë për ne ta kuptojmë edhe më tepër atë traditën tonë dhe për ta reklamuar, do kisha thënë, për ta dhuruar edhe audiencës jashtë vendit tonë me këtë pikturë të njoftohemi, me pikturat e tua të njoftohemi edhe me traditat edhe me vallet? Mendoj se po është një referencë shumë e mirë, edhe jashtë për ta promovuar, sepse nëse dikur në kanë qenë mundësit, sot janë gjithë mundësit. Kemi televizionet, reklamet, gjithçka që bëhet, sidomos me rrjetet sociale tashmë e dim çka bëhet. Edhe gjithmonë për një person që ka, domethënë, sy artisti ose sy kritik ka kurreshtje. Edhe pyet pse kështu, pse këto veshje, pse kështu. Po. Cila krahin, për shembull, pse këto e kanë, ta themi, shpjesën e shallvarës, pse kjo krahin e ka vetëm plisin, automatikisht lindin pyetjet. Edhe, domethënë, bëhet një njoftim i kulturës. Ka shumë mënyra të ndryshme. Piktura padyshim që është një mënyrë shumë e mirë, sepse në botë ka shumë ardashës. Po. Domethënë pafund. Edhe ka njerëz që janë kurreshtarë, sidomos jashtë janë shumë më kurreshtarë dhe arti vlerësohet shumë më shumë. A do të thotë që ne shprehim, apo artistët shprehin një farë historie, ti ke shprehur një farë historie me çdo veshje që e ke realizu. A është e rëndë sepse ti duhesh ta realizosh edhe ta mësosh edhe ta profesionalizosh në një farë mënyre edhe këtë histori të kësaj veshje, simbolikën e kësaj veshje për ta përçuar te shikuesi. Sa ka qenë pjesë e rëndë edhe kjo pjesë? A do ta realizoj kështu si duhet? A është kjo historia e dur për ta paraqitur në telajo? Të tregoj drejt, s'është se ka qenë e rëndë, sepse që e vogël e kam dashur. Unë nuk e dija ka video në YouTube që nuk i kam pa që ka të bëjë me vallëzimet. I kam ditë, domethënë, para se ta vendosi temën, unë i kam ditë gjithë vallëzimet e krahinave, historitë, kush e me rolin udhëheqës, gratë apo burrat, që shumica e marrin edhe gratë. Ka, domethënë, edhe valle që është vetëm me burrave, siç është shumë e famshme Osman Taka, por kur do flasim përgjithësi kolektive, kam qenë e përgatitur. Po, sepse është një farë, duhet patjetër që të ketë historinë brenda. Patjetër. Edhe, por më e rëndësishmja është se për te gjithë vojtjeve që kemi pas si popull, ne përsëri arrim të gëzojmë dhe të jetojmë. Edhe të madhja është dëshmia më e mirë e kësaj, sepse ka mbijetu, ashtu siç ka qenë, ka mbijetu në ditët e sotme. Domethënë pa ndryshime, vetëm është pasuru, mund të themi. Vetëm është pasuru. Edhe kjo është më veçantë. Arbina, unë u kënaqa shumë këtë bisedë. Nuk e dia arritëm që t'i përmbledhim të gjitha ato që deshëm t'i them. Unë dola jashtë skenarit, tash jashtë pyetjeve të cilat unë i përgatita, mirë po u humba në përpyetja a duhesh të kështu, a duhesh të kështu, sepse u kënaqa shumë me bisedën që ma dhurove mua dhe shikuesve të emisionit Glamour. Unë uroj që të kesh një karrierë të ndryshme plot ngjyra, plot të mira, ashtu siç edhe dhurove një energji shumë pozitive këtu brenda në studio. Ju falenderit shumë edhe ju. Besoj që kjo reflekton nga personi përballë, sepse duke marrë parasysh që është intervista ime e parë, në minuta është gjatë, domethënë ma lehtësut, u ndjeva si në shtëpi. Realisht edhe shumë faleminderit për ftesën, për vlerësimin, edhe juve ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ndërsa ju shikues të nderuar të emisionit Glamour, këtu nuk është fundi, sepse ne do të rikthehemi sërish me rubrikën tonë të filmit. Na ndiqni në vazhdim. Në rubrikën tonë të re do të udhëtojmë në kohë, aty ku kinemaja shqiptare ruan thesaret e saj më të bukura. Sonte do t'i rikthehemi një prej filmave më të dashur të viteve të 70-ta, filmit Zonja e qytetit, nga prodhim i vitit 1976 në regjin e Piro Milkanit. Një histori plot humore ndjenjë ku roli i Olgës, i interpretuar mjeshtërisht nga Violeta Manushi, mbetet ndër figurat më të paharueshme të ekranit shqiptar. Përmes këtij filmi ndeshen dy botë, qyteti dhe fshati, por në fund triumfon njerëzilloku, miqësia dhe e vërteta e jetës. Në vazhdim do të ndjekim momente nga filmi dhe do të ndalemi në disa fakte që e bën Zonja nga qyteti një simbol të kinemas shqiptare. Qëndroni me ne,
sigurisht në Glamur, sepse çdo javë do t'ju sjellin filma që kanë lënë gjurmë në kujtesën e brezave. Është bela? Se e ca thonë me gjane se s'da shka mund të vej qupa në fshat, po ti ma djallin. Grua e paburja. Ta martoj të je një burë të mire, të mblidhe me shpi si gjithë njerëzia. Dhe gjo, s'të kam rënë në njerë me qafë, po këtë 5 para pun do ma bësh. E di që e me lej, po i do dërin komitetet keqe. Nuk është puna se jam e lejun ti nolë. Por këto gjera që thua ti, kanë marrë atë lene madhe dhe kanë shkuar atje ku nuk thënë kurme. Dëgjove? Filmi Zonja nga qyteti. Zonja nga qyteti është një film komedi xhiruar në Shqipëri nga regjisori Piro Milkani i vitit 1976. Skenari Rushdi Pulaha, producent Shqipëri e Re, muzika Agim Krajka. Historia flet për lidhjen mes fshatit dhe një zonje nga qyteti, e cila u zhvendos nga Korça për të jetuar në fshat së bashku me vajzën e saj të bukur. Medi, që sapo ka mbaruar studimet, emërohet ndihmës mjeke në fshat. Olga e ama me ta marrë vesh bën çmos për të rregulluar të bijën me punë në qytet. Situata komike në film krijohet krejtësisht nëpërmjet koncepteve të Olgës për jetën në përgjithësi dhe realitetin. Vendimi i Olgës për të jetuar me Medin, vajzën e saj që punon si ndihmës mjekëse në fshat, kthehet në situata plot peripeci. Pas një mundimi të tërë dhe tërkëmbimi, për të gjetur një dhëndër qyteti, Olga i prezanton Melit Koçin, që hiqet si skulptor i vërtet. Por Meli ka rënë në dashuri me bujarin dhe nuk shkulet nga fshati. Teto Olga me pahire pranon lidhjen e dashurisë. Ajo që në fillim kishte një ndjenjë superioriteti ndaj banorëve të fshatit, në fund e gjen veten mes tyre duke punuar si kuzhinjere dhe duke kontribuar për komunitetin. Ngjarjet e tetë Olgës dhe të Melit, përpara se të testoheshin në film, u shfaqen në teatr. Të shkruara nga pena e mrekullueshme e dramaturgut Rushdi Pulaha. Gjatë shërbimeve si gazetari i Radio Tiranës, në një fshat të thellë malor, dikur ai kishte njohur një nën me të bijën, e cila ishte emëruar të punonte aty. Të ardhura nga një prej qyteteve kryesore të vendit, ato e kishin tepër të vështirë të ambientoheshin me jetën e fshatit, sidomos e ama, Olga, e cila duke u hequr si zonjë, binte shpesh në pozita shumë komike. Kjo ngjarje e vërtet e ka ngacmuar Pulahën dhe fillimisht ai ka shkruar një tregim. Më pas, e ka shtjelluar si një subjekt të një romani, derisa e ngjiti në skenë si komedi. Një komedi e cila nga skena e teatrit do të kalonte në sheshe xhirimi për të shndruar në një nga komeditë filmike më të dashura për publikun shqiptar. E tillë është me pak fjalë historia e tregimit të filmit, që krijoi një nga personazhet më të dashur të kinemas, teto Olgën. Aktoria Violeta Manushi mund ketë pasur shumë role në filme në teatr, por Olga, te filmi Zonja e qytetit, e bëri atë të pavdekshme. Në fakt, Zonja nga qyteti e skenës ishte interpretuar nga aktoria korçare Dhork Orgocka. E megjithatë, regjisori Piro Milkani, për rolin e Olgës në film, zgjodhi aktoren Violeta Manushi, duke e bërë atë të pavdekshme me këtë rol. Sipas zgjedhjes së regjisorit, në kompleksitet, figura e saj qëndronte më mirë. Për shkak të psikofizikës, ishte më e përshtatshmja. Në atë kohë, Violeta ishte në të 50-tat, mosha e duhur për atë rol. Ky film sigurisht që nuk do të ishte i tillë pa malon, postjerin që Olga e hedh në ujë, pas tavri shkurtin dhe pa pandi raidhin. Nuk do të ishte i tillë as pa muzikën e kompozuar, enkas nga Agim Krajka, që e bën këtë film kaq identifikues për të pëlqyer
të gjitha kohrat. Filmi Zonja nga qyteti, një film i realizuar në mesin e viteve 80, hyri me njëherë në zemrat e publikut dhe vazhdon të jetë. Ky film do të bënte kineman e Milkanit më të dashurën e më të komunikueshëmen me shikuesit. Aq i famshëm është ky film, sa dhe brezat e rinj e njohin Violeta Manushin si Teto Olga. Përpjekjet e saj për një burrë të mirë për vajzën u bën kaq të dashura për shqiptarët, sa mjafton të përmendësh titullin për të vijuar me batuta pafund. Faleminderit. Të vuaj bia. Hade, t'ja marim apo jo? Pika plakut, leri orë qupat në mua betet e tyre. Po ky qyteti në moj plot me dje me beqarë, po në mos njëri, tjetri moj melken moj do ma marë. Na 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 melken moj do ma marë. Erdhët. Mama, pas ke bërë të di. Kjo është telekës. Se njo? Pikachu, nuk e njoh, po si ke filluar ti hau ju nga do t'i njohish njerëzit, e ke edhe kushërir më i ditë zezë. Kushërir? Miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamour, besoj dhe shpresoj që me mysafirën të cilën ne kishim në studio dhe me rubrikën të cilën e sollëm për gjithë ju, ngelet të kënaqur. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ndërsa ne sigurisht që do të ritakohemi edhe në të dielën e ardhshme, pikërisht në ora 20. Deri atëherë, mirëmbëjtje në programet tona.